mbi 80.000 shqiptarë kanë portofole digjitale të kriptovalutave dhe tashmë ka ardhur koha që të ketë një element rregullator, pra nuk mund të lihen gjithë këto asete financiare dhe gjithë këto individ që duan të investojnë apo duan të kenë portofolin e tyre jo në banka, po në portofole digjitale në kriptovaluta. Dhe ka ardhur koha që të ketë një element rregullator ku një exchange mos jetë i paligjshëm apo i ligjshëm, po të ketë aspektin e tyre rregullator, pra mos të jetë diçka e mjegullt. Në fakt në fund të vitit pritet të hyjë të përgatitet dhe të ketë përfunduar draft projekt ligji për kriptovalutat, sepse mos harrojmë sepse janë miliona euro që qarkullojnë dhe patjetër që duhet shmangen edhe mashtrimet, por nga ana tjetër edhe të jetë një lëvizje, një mënyrë për të investuar. Shqipëria në fakt duhet të jetë një ndër vendet e para në rajon dhe në Europë ku duhet këto asete të futen në kanalet zyrtare. Nga ana tjetër, shmanget edhe pastrimi i parave, mos harrojmë që vetëm SPA ka sekuestruar mbi 11 milion euro kriptovaluta, të cilat dyshohen që janë pjesë e pastrimit të parave. Por kriptovalutat nuk janë gjithmonë të këqija, është një element tjetër i monetizimit i parave digjitale dhe për këtë do flas në Scan TV, duke nisur edhe nga eksperjenca jonë dhe nga njohuritë tona në kriptovaluta. Duhet të diskutojmë mbi të mirat dhe problematikat e draft projekt ligjit të ri, kështu që rreth orës 11:30 do jemi live në Scan TV në një shpjegim të detajuar të ligjit mbi asetet digjitale dhe kriptovalutat. Na ndiqni.